Tash do të flasim për një projekt të rëndësishëm, do të flasim për kampin veror për fëmijë, Anglia Summer School, fakt 20 vite aventurë, miqësi dhe magji verore, do të ketë shumë çka, do të jenë edhe fotografi që do të na shoqërojnë në këtë bisedë bashkë me Donentinën për të na dhënë informacionet e sakta. Mirë se erdhe, kënaqësi. Mirë se u gjeta, kënaqësi gjithashtu. Faleminderit shumë. Absolutisht shumë i rëndësishëm për fëmijët, dhe ku të ketë më shumë aktivitete të tilla për t'i bërë bashkë, për t'i socializuar dhe për t'i larguar nga teknologjia. Besoj që ky është një qëllim shumë i rëndësishëm i kohëve të sotme. Po, e vërtet. Në fakt, prindrit, sidomos kohët e sodit, kanë mas shumë të nevojë që me i largu fëmijët prej ekraneve, sidomos gjatë kësaj periudhë të gjatë pushimeve verore, kështu që po, kampi veror është një mundësi e jashtëzakonshme për fëmijët, që jo vetëm me u largu prej ekraneve, po tamam me shiju dhe me pas një eksperiencë aktive gjatë verës edhe me shiju domethënë një program të larmishëm. Dorentina, çfarë ofron ky kamp dhe sa ditë zgjahet, cilat janë aktivitetet, ndoshta pak më shumë informacione për edhe shikuesit që po na shohin? Po, Anglia Summer School është një kamp veror i cili organizohet në Kosovë qysh prej vitit 2006. Këtë vit festojmë 20 vjetorin e kampit veror. Për këto 20 vite, qëllimi i kampit veror ka qenë me ofru aktivitete të ndryshme për fëmijët, aktivitete jashtëamësimore, të përfshi sporte të ndryshme, si për shembull kajakimin, kemi pastaj klasën e keramikës, kemi sporte shigjetarin, edhe aktivitete të ndryshme. Qëllimi kryesor i kampit ton veror është që fëmijët, domethënë, gjatë pushimeve verore me kalu një eksperiencë verore të mirë, me pas një përjetim i cili zakonisht mbet shumë gjatë në kujtesën e tyre. Janë aktivitetet, janë bashkë gjithë fëmijët aty, por sa zgjata është themi kështu një vend që shkojnë dhe qëndrojnë aty, apo është vetëm kamp ditor që e kalojnë gjatë gjithë ditës aty me aktivitete dhe pastaj kthehen tek familjet, sepse tash po shohim që kampet po organizohen në mënyra të ndryshme. Po, kampi jon veror në fakt është kamp ditor, e fillojmë prej orës 9 mëngjes deri në ora 3:30. Këtë verë kemi disa 8 javë, e fillojmë me datën 29 qershor deri me 21 gusht. Regjistrimi për kampin mundet me u bë me javë, mundet me zgjedh një javë, 2-3 sado që ata kanë interesim. Po për momentin domethënë është vetëm opsioni ditor. Gjatë kësaj periudhe, domethënë, na e kemi agjendën, të cilën prindi e pranon para se fëmia të fillojë me kampin, edhe është, domethënë, agjenda është e detajuar se në çdo moment se çka kemi me bëu, cilat aktivitete përfshijmë brenda asaj jave, edhe krejt detajet e tjera, domethënë. Ajo që është rëndësishme, pra që the që edhe prindë sot e kanë një qëllim të caktuar për t'i bërë fëmijët pjesë të këtyre aktivitete për t'i larguar vërtet nga teknologjia, së është shumë serioze kjo. Çfarë bëhet në këtë drejtim, në kuptimin e që prind kur vijnë pra dhe i sjellin fëmijët, cili është ky komunikimi dhe ato që prindrit e dëshirojnë nga këto organizime për fëmijët e tyre? Po, një prej qëllimeve kryesore të prindërve është domethënë që fëmijët me qenë aktiv gjatë këtyre pushimeve verore, me qenë larg ekraneve, qëllimi jon gjithashtu është i njëjtë, kështu që ndajmë këtë qëllim përbashkët me prindrit. Ne i ofrojmë fëmijëve një eksperiencë totalisht larg ekraneve, telefonat mobil normalisht nuk janë të lejuar dhe për moshat më të mëdha për shkak që na i kemi fëmijë deri moshën 16 vjeçare. Po pjesë të kampit nuk munden, domethënë fëmijët që janë pjesë e kampit nuk munden me përdor teknologjinë gjatë kësaj periudhe prej orës 9 deri në ora 3:30. Gjatë krejt kohës sa jemi në kamp, fëmijët janë përfshirë gjatë krejt kohës në aktivitete. Kryesisht në aktivitete fizike, jemi krejt kohën, lëvizje, kërkohet kogja shumë energji edhe prej tyre. Kjo aktiviteti fizike bën realisht edhe përgjegjësi më të madhe. Pra është përgjegjësi e madhe ti marrësh fëmijët, kujdesesh dhe ti argëtosh, por për më tepër kur ka aktivitete fizike, besoj që ka shumë njerëz që merren me kujdesin e kësaj pjese që ndonjë lëndim eventual, sado që mund të jetë i vogël, të marrin trajtimet e duhura, se dhe kjo siguri është e rëndësishme. Shumë e vërtet. Normalisht për shkak që programi është shumë aktiv edhe na veç e kemi parasysh që gjatë ka mundësi për incidente të vogla. Fatmirësisht, me këto 20 vite eksperiencë, edhe na kemi kriju procese të ndryshme të sigurisë brenda kampit ton veror, edhe menaxhimi i kampit bëhet në atë mënyrë që mundohemi me i shmang, domethënë minimalisht me leju incidente,
normalisht kur je edhe qaq aktiv edhe është aktiv programi jonë, ka me pas incidente të vogla, na i kemi krejt stafit të trajnuar Të për edhe me ndihmën e prenta, edhe me parë. familjarë, kështu që janë plotësisht Vetëm ndryshe kur janë prenta aty. Përgjithësia e juve pastaj është më Po, e janë të lartë. pashpangshme disa, po na gjithmonë ndërmarrim masat, do më thonë, kemi veç i parashohim ato, kemi gjithmonë ndihmën e parë që i ofrohet fëmijës, normalisht në rastit të lëndimit matrona që fatmirësisht për krejt këto vite s'kemi pas në rast serioz, ndërmarrim edhe masat të tjera, për cilat prindërit gjithmonë janë të informuar paraprakisht për gjitha, do më thonë, procesin e sigurisë që ja ofrojmë atyre. Siç thash, mësuesat janë krejt kohën janë të trajnuar për këtë pjesë edhe krejt kohën si prioritet e kemi sigurinë. Po, se Dolentina është shumë interesant me prindërit, edhe ne këto kur i bëjmë këto emisionet e vitit të ri me fëmijët, problematika më e madhe ndonjëherë janë me prindërit, për hapësirën për ty natyrisht. Kjo është në kuptimin e mirë, e përmetej për kur je punat e aktivitetet, besoj që pak din me vështërsu prindërit procesin. Varet, po, çka kemi vetër. Jo, është, edhe prind kohët e fundit kam fillu me u bë pak ma të kuptueshme, kemi vrirë ndër vite. Jo, se për shembull ajda vjen prindit thot, jo fëmina t'jen s'ken, po që të këtu s'ken për para. I kanë kërkesa specifike. Ka dëshirë, po, ka dëshirë me pa fëmijën e vet më shumë ose diçka. Edhe na kemi kërkesa të tilla normalisht, për shkak që edhe numri i fëmijëve që marrin pjesë në kampin ton veror është goxha i madh, kështu që normalisht kemi kërkesa të ndryshme edhe prej prindve, po edhe prej fëmijëve ndonjëherë. Mundohemi gjithmonë me i plotësu 100% kërkesave që i kemi, që fëmija do më thonë me qenë i kënaqur, po gjithmonë duke u bazuar në rregullat e kampit ton, edhe në krejt proceset edhe procedurat që na veç i kemi para pa i thy ato rregullat tona. Dolentina, ndoshta të pyesim pak edhe për interesimin, tha që shumë vite jeni duke organizuar këtë kamp veror, dhe apo shkon duke u rrit interesimi, apo e kundërta, duke pa realitetin se çka po ndodh me fëmijët sot dhe teknologjinë? Në fakt, na si matë suksesit tone kemi pas gjithmonë numrin e fëmijëve cili gjithmonë ka shku të rrit. E kemi pas do më thonë që programi jonë me të vërtet është të pas një sukses edhe prindët edhe fëmijët po e pëlqejnë ato, për shkak që gjithmonë numri çdo vit rritet. Vetëm vitin e kaluar ne kemi pas rreth 600 fëmijë pjesëmarrës gjatë verës. 600 fëmijë pjesëmarrës. Po, që është numër goxha i madh. Po, edhe mandej muaci tjetër i suksesit është edhe që shumica fëmijëve kthehen për vitin e 2, 3, 4 me radhë, kemi fëmijë që 7 vite me radhë marrin pjesë në kampin ton veror për çdo verë, në farë mënyrë jemi rrit bashkë me ta, kështu që po fatmirësisht, po mendoj ideja e jone ose qëllimi jon ka qenë që gjithmonë me ofru maksimumin në kampin ton veror, mos me qenë thjesht një mundësi ose një qëndrim ditor për fëmijët, po me pas tamam një eksperiencë reale, një eksperiencë reale të kampit që ata me shiu tamam që janë një shkollë tjetër, sistemi. Edhe besoj që Dolentina është një opcion shumë i mirë, duke pas parasysh edhe këtë periudhën e verës, ku prindrit zakonisht familjarët janë në punë, ndërkaq fëmijët në pushim, kështu që besoj që është zgjidhja më e mirë, sepse i ke fëmijët në një vend sigur. Ose të gjyshje dhe të gjyshje. Unë besoj që këtë tjetër është opcion më i mirë. Përshëndetje. 20 vite i përmende Dolentina, natyrisht, pyetja që shtrohet në këtë është që çka ka ndryshuar në gjithë këtë rrugtim. Sidomos edhe në formë base, se nevojat ndryshojnë, kërkesat janë tjera, kështu që çka ka ndryshuar? Ka ndryshuar shumë fakt. Në fillimet tona në vitin 2006, shkolla mas pari është qytë shkollë verore, kemi fillu me mësim të gjuhës angleze, si qëllim kryesor ka qenë mësimi i gjuhës angleze, po përmes aktiviteteve. Në më thonë, kështu ka fillu Anglia Summer School. Ndër vite na të e pa kërkesën dhe nevojën për fëmijët në Kosovë, e kemi ndryshu goxha shumë programin, tash qëllimi jonë nuk është me mësu fëmijët anglisht, shumica fëmijëve veç flasin anglisht rrjatshëm. Programi jonë prapë mbetet në gjuhën angleze, për shkak që qëllimin e kemi që me qenë sa më ndërkombëtar, edhe kemi shumë fëmijë ndërkombëtar që marrin pjesë. A ndonjë kritika për këtë? Jo, në fakt, ndoshta pse prej fillimit e kemi pas still, programin dhe gjithmonë e kemi mbajt njëjtë, gjuha e programit është gjuha angleze, po nuk i mësojnë fëmijët anglisht, nuk është që qëllimi është me mësu diçka anglisht, është tash për momentin programi është 100% aktiv, 100% i bazuar në sporte, në aktivitete, bëjmë loja në ekipe, për shkak që fëmijët i ndajmë në disa ekipe, do të thonë ka ndryshuar goxha shumë, e kemi largu komplet atë pjesën e mësimit klasik, ndoshta që pak e kemi përfshi për një pjesë
pjesë po të kohës të kampit, ndërsa tash është domethënë krejt edhe ambienti i kampit është krejt plotësisht natyrë. Prandaj ka shku numri 600. Po. Po, numri ka po më është rrit pra, siç e tha interesimi, vitet kanë shkuar, por rëndësishmë që nuk ndalet. Edhe aktiviteti vazhdon traditën. Shumë kënaqësi me fol për këtë aktivitet. Fatkeqësisht unë edhe Ajda s'mundem me marr. Kemi nevojë. Ndërsa duhet më mendu një kamp për ata që janë të rritur për shpirtin e kanë fëmijës, dhe kam përshtypjen që gjithë kemi diçka prej fëmijëve këtu. E vërtet. Do një detaj që absolutisht është i rëndësishëm, qoftë edhe për ata që e kanë mbështetur dhe që i keni tash sa vite, jeni e lirë ta bëni. Po, në fakt, fillimisht jemi falenderues ndaj gjithë fëmijëve dhe prindërve, cilët na kanë përkrahur dhe kanë qenë pjesë e programit tonë për krejt këto vite. Unë thash, na kemi pas fëmijë që kthehen për 7 vjet ose 8 vjet me radhë në kampin tonë veror, dhe që ajo ka qenë suksesi jonë më i madh. Jemi shumë falenderues ndaj tyne. Gjithashtu edhe në pjesën organizative kemi shumë partner mbështetës të programit. Faleminderit gjithëve. Faleminderit që përkrani iniciativa të tilla edukative, kështu që po mendoj është një grup shumë i madh i personave dhe krejt që kushdo që vjen për këto aktivitete, në momentin që del nga intervista thotë e harrova përmendje, kështu që mos i më emra. E rëndësishme janë këto informacione me nda për ata që kanë interesim që me i pru fëmijët në këtë kamp dhe më bashkë kanë gjitë këtyre aktiviteteve. Dorontina, ne të falenderojmë shumë që erdhe sot në studio dhe ndave këto informacione bashkë me ne dhe shikuesit e Kosova Live. Faleminderit shumë, kisha duar veç edhe për fund me e shtu që regjistrimi është i hapur për kampin veror, prindrit edhe fëmijët që janë të interesuar që janë pjesë e kampit, munden me zgjedh javën e tyre që të përshtatshme gjatë kësaj vere, tu fillu prej 29 qershori deri me 21 gusht, ka hapësinë 8 javore, që mundën secili ndoshta me përshtat javë me kalu me ne këtë verë. Kam përshtypjen do kolegë këto që janë do të regjistrojnë me ne. Faleminderit, merci edhe një herë. Ne me këtë